Pra ne shkemi kryetarin e Parlamentit të Republikës së Kosovës, zotin Jakub Krasniqi. Mirëse zoti Krasniqi. Mirësevgjete. Është kjo ndër vizitat më të rëndësishme kohëve të fundit që është bërë nga kryeparlamentari i Kosovës. Na thoni diçka rreth vizitës suaj këtu në Shtetin Amerikan. Po, kjo vizita është vizita që kryetari i Kuvendit të Kosovës i bën Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ftesën e Komisionit për Partneritet në Zhvillim të Demokracisë që udhëhiqet nga kongresmeni David Driver dhe David Price, do të thotë një bashkëdrejtues, njëri nga radhët e republikanëve, tjetri nga radhët e demokratëve. Pastaj jemi takuar edhe me presidentin ose kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës me kryetarin e Kongresin zotin Boehner. Jemi takuar edhe me kongresmen që kanë lobuar dhe kanë ndihmuar çështjen e Kosovës si zoti Elliot Engel dhe pastaj jemi takuar në State Departmentin me zëvendës në sekretarin e shtetit dhe kemi pas një bisedë mjaft të përzemërt. Në të gjitha këto takime i kam falenderuar për mbështetjen që gjitha institucionet dhe gjithë populli amerikan i ka dhënë gjatë gjithë këtyre viteve Kosovës dhe popullit të saj dhe natyrisht kam njoftuar me gjitha punët që është duke i bërë Kosova në raport me heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë, në raport me liberalizimin e vizave, në raport me rrugën e integrimeve të saj në institucionet veriatlantike. Do të thotë dhe natyrisht këtu kam përfituar mbështetjen edhe si Kuvend edhe si Kosovë dhe në këtë drejtim kam besim të plot që Kongresi Amerikan dhe gjithë shteti amerikan do t'i ndihmon Kosovën, do t'i ndihmon institucionet e saj dhe do t'i mbështet politikën e Kosovës në rrugën e saj të integrimeve veriatlantike. Është një obligimi dhe yni që realisht t'i falenderojmë këto institucione, t'a falenderojmë popullin amerikan për këtë mbështetje të kontinuitetshëm dhe kam besim që kjo ka ndodhur dhe do të ndodhë. Gjithashtu kemi pasur takime edhe me presidentin e NDA-s, pasi bashkëpunimi ynë edhe si politik, por edhe si kuvend është në nivel mjaft e mirë. NDA-ja ka ndihmuar shumë në demokratizimin e jetës politike në Kosovë. NDA-ja cila financohet nga USAID i Shtetit Bashkuar të Amerikës është një nga mbështetësit e fuqishëm të Kuvendit të Kosovës dhe kemi shumë projekte në zhvillim. Kërkova që USAID ta mbështet në këto projekte NDA-n dhe besoj që do të ndodhë kjo. Pasi në bisedat që patëm me USAID-in na thanë që edhe vetë presidenti Obama edhe zonja Clinton janë shumë të interesuara që të ndihmojnë Kosovën gjithashmerisht. Ju në fjalimin tuaj në Washington e biseduat për çështjen e Mitrovicës dhe u bë të qartë si kryekuvendari i Kosovës se gjendja në Mitrovicë është akoma e tensionuar dhe institucionet paralele serbe dhe ato grupet kriminale serbe janë duke vepruar në Mitrovicë. Parlamenti i Kosovës çfarë do të veprojë në këtë drejtim nëse nuk do ta shpallë si territor të okupuar? A mund të veprojë, a ka kompetenca Parlamenti i Kosovës që të marrë një hap më konkret për ruajtjen e sovranitetit të Kosovës? Në të arriturat që i kemi në Kosovë, i kemi arritur në sajët e një bashkëpunimit të fuqishëm që kemi pasur me faktorin ndërkombëtar dhe pavarësinë, por edhe gjithë gjërat që kanë ndodhur pas pavarësisë, i kemi arritur në koordinim të plotë me faktorin ndërkombëtar dhe ne si Kosovë gjithë
këto suksese që janë arritur në politikën e Kosovës, pasi janë bërë me koordinim me faktorë ndërkombëtar, ne duhet të arrujmë bashkëpunimin me këtë faktor dhe gjitha veprimet tona duhet të jetë në koordinim të plot me faktorë ndërkombëtar. E tani mund të flasim në koordinim të plot me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me koordinim edhe me vendet e Bashkimit Evropian, edhe pse në Bashkimin Evropian ekziston një pengesë politike, pasi pas vendet nuk e kanë njohur shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës dhe vazhdojnë të jenë një pengesë. Megjithatë ne edhe në këto bisedë takime që patëm kërkuam që të ndikojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës të këto vende se kanë njohur Kosovën, që vërtet ta njohin edhe të hapet një perspektivë më e qartë Kosovës dhe qytetarëve të saj në drejtim të integrimeve atlantike. Kjo është një obligim i ynë dhe ne po përpiqemi ta kryejmë. Sa i përket pyetjes sa të konkrete, ne mendojmë që Kosova nuk duhet të merr veprime të pa koordinuara, megjithatë tani ka është hapur një zyrë ekzekutive në pjesën veriore të Kosovës, është caktuar koordinatorja kësaj zyre dhe kjo zyrë do të bën përgatitjen për zgjedhjet e ardhshme për komunën e Mitrovicës, e pjesën veriore, pasi kjo dy komuna do ta kenë një bardh të përbashkët për të kryer detyrat dhe përgjegjësinë në raport me qytetarët e saj, dhe unë jam i bindur që ashtu siç janë integruar pjesa dërmuese e qytetarëve serb Kosovës në jetën publike dhe institucionale, do të integrohen në pjesa veriore, edhe pse realisht në pjesën veriore ekzistojnë strukturat e pushtetit serb, të cilat i kërcënojnë dhe i pengojnë qytetarët serb që t'i kthehen jetës së rehatshme dhe t'i kthehen lirisë tyre të plot, që një njeri javë garanton edhe kushtetuta e Kosovës, të cilën njeri javë garanton edhe dokumentet gjithëpërfshirës si presidentit Ahtisaari. Po përveç tyre struktura, në atë pjesë veriore ka një grumbullim të grupeve kriminale, të dalur nga luftrat që kanë zhvilluar pushteti serb në pjesë ndryshme të Jugosllavisë, dhe këto struktura si duket nuk janë të gatshme të nënshtrohet sundimet ranit dhe të ligjit. Prandaj kërkuam që në këtë rafsh takimi edhe në Shtetin e Faktorëve ndërkombëtar dhe gjitha zhvillimet që janë duke u bërë në raport edhe në raport Shtetit Bashkuar të Amerikës, Serbi, Kosovë dhe në raport Brukselit me Serbinë dhe Kosovën, çojnë në drejtim që ndikimi dhe presioni i këtyre shteteve do të jenë mbi Serbinë dhe Serbia do të detyrohet që të shpërbajë këto struktura paralele që ka në atë pjesë. Në fundit edhe vetë marrëveshjet që janë arritur në Bruksel nga marsi vitit 2011 deri në mars të vitit 2012 kanë bënë edhe me shpërbërjen e atyre strukturave, kanë të bëjnë me krijimin e raporteve të reja në Ballkan, edhe ne po kërkojmë, siç nuk po kërkon edhe Evropa, që Serbia me domos ta njeh Kosovën, por Serbia është e obliguar që gjitha strukturat që kanë ngritur atje dhe që janë bërë pengesë për sigurinë e stabilitetin në atë pjesë Kosovës dhe nesër mund të bëhen pengesë për gjithë rajonin, duhet të shpërbëhen nëse ajo vërtet dëshiron të ecë në rrugën e integrimeve euroatlantike. Shumë shkurt thuaj për ju Jakupi hekurt, Jakupi tepër vendosur, kur ju e mbronit me vendosmëri Kushtetutën e Kosovës dhe ndonjëherë rat në kundërshtim edhe me ambasadorët shteteve të fuqishme që ishin në Kosovë. Si u pritet ju nga Departamenti i Shtetit, sepse me sa duket ju fituan në vendosmërinë tuaj për mbrojtjen e Kushtetutës? Nisem ndoshta më tepër ka qenë një keq kuptim, realisht gjithë angazhimi edhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe i Bashkimit Evropian në Kosovë është për të sunduar rendin e ligjit, për të respektuar rendin e ligjit. Unë realisht mendoj që kam mësuar më së miri se si duhet të mbrohet një e drejtë dhe se si nuk duhet të shkelet mbi Kushtetutën dhe ligjin, dhe në këtë drejtim natyrisht unë mendoj që
vetëpritja edhe në Kongres edhe në State Department tregon që ata e kanë vlerësuar punën që është bërë kuvendi gjatë tyre viteve të pavarësisë dhe natyrisht unë kam pas fatin që ta udhëheqën gjatë tyre viteve kuvendin e Kosovës. Shumë herë keni qenë kritik për bisedimet me Serbinë sepse nuk po plotësohen kërkesat e shqiptarëve dhe ato marrëveshje nuk po realizohen fare. Sa keni kërkuar ndihmë nga shteti amerikan për t'i bërë presion Evropës që të ketë një politikë më parimore për Kosovën dhe më të sinqertë, e sidomos për 5 shtete që akoma nuk e kanë njohur Kosovën? Unë thash që kam bërë realisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ushtrojnë ndikimin e tyre dhe konsideroj që kanë ndikim të këto vende që se kanë njohur Kosovën. Realisht unë muj me thënë që jo vetëm në këtë rast, po edhe në raste tjera kam shfaqur, kam qenë hezitues, kam shfaqur mosbesim se këto marrëveshje nuk po realizohen dhe jo gjithë janë të mira. Tani ka ardhur momenti që edhe vetë në mënyrë të veçantë edhe vetë udhëheqësi ose koordinatori i zoti Cooper që i ka udhëhequr këto bisedime dhe i ka arritur këto marrëveshje është duke kërkuar nga Serbia që të realizohen marrëveshje që përndryshe nuk ka kuptim të shkohet përpara. Do të droja ime ka qenë që këto marrëveshje po arriten, po nuk do të realizohen. Megjithatë pa një presion, edhe tani mendoj që pa një presion edhe të Brukselit, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Serbia nuk do t'i realizoj këto marrëveshje. Është e mirë që presioni është edhe nga Brukseli. Tani sot ishte lajme që edhe zonja Clinton do të thirrë presidentin e ri serb Nikolićin për të biseduar sigurisht për çështjen e Kosovës. Do thotë ishte edhe një zyrtar i lartë, një diplomat i Gjermanisë që gjithashtu ja ka bërë të qartë Beogradit se ata duhet të realizojnë marrëveshjet, se realizimi i marrëveshjeve është në interes të dy popujve të dy vendeve tona. Proceset e montuara politike kundërsh ushtarëve të ushtrisë lëndimtare të Kosovës, a do të marrin fund një ditë, si mendoni ju si kryekuvendari i Kosovës? Është vështirë thuhet se a do të marrin fund, por një gjë po dihet që këto gjyqe qofshin të organizuara në Prishtinë, qofshin të organizuara në Hagë, po dëshmohet se vërtet kanë qenë një përpjekje sizifit për t'i ndëshkuar pjesëtarët e ushtrisë lëndimtare të Kosovës me akuzën e rëndë, krim ndaj njerëzimit dhe krimet e luftës, kur realisht gjithë realiteti flet se ushtria shqiptare e Kosovës, përfaqësuesit e saj dhe qytetarët e Kosovës jo që s'kanë bërë krime, po as kanë qenë pozitë me bërë krime, as krime të luftës, as krime ndaj njerëzimit. Dhe mendoj që gjitha këtu rasti i Kleçkës është një konfirmim i fortë se vërtet akuzat ishin të pabaza dhe të padrejta. Edhe pyetja e fundit është për të pagjeturit, sa po keni mundësi të gjeni përkrahjen tek faktori ndërkombëtar që të kthehen të pagjeturit ose të paktën eshtrat e tyre ose të zbulohen se ku janë, me që flitet për shumë varreza masive dhe akoma mungojnë mëse 2000 shqiptarë? Ky segment është një nga segmentet më të dhimbshme për Kosovën dhe qytetarët e saj. Sigurisht që në të kaluarën nuk është punuar gjithnjë me një seriozitet dhe natyrisht kjo çështje është mjaft e zhagitur, por sigurisht që është e vështirë. Ne vërtet si Kosovë kemi mundësi të kufizuara për të bërë diçka më shumë. Natyrisht ne kemi kërkuar nga faktorët ndërkombëtar që të bëni presion më të madh te politika serbe që vërtet ata t'i kthejnë, pasi unë jam i bindur se njerëz që jetojnë në Serbi kanë informacione të mjaftueshme se ku gjinen gjithë ata njerëz që janë varros dhe që janë zhvarros e janë varros pasaj përsëri në diku në Serbi për t'i humbur gjurmët e krimit. Dhe edhe kjo në një formë flet se vërtet kush ka bërë krimet e luftës dhe kush ka bërë krimet ndaj njerëzimit në hapësirat e Jugosllavisë. Zoti Krasniqi, ju faleminderit për intervistën. Edhe për juve.